500 euro, nga 20 euro, 10 euro, 30 euro, 45 euro, 1 miliard, 100 milion euro. Albin Kurti ka zgjedhur të bëjë spektakël politik me para. Eurot janë bërë kryefjale fjalimet të tij elektorale, të cilat I nxjerr njëra pas tjetrës, me një ritëm të pandalshëm, teksa performancë sipër podiumeve. Është ky një lidhatim monetar me të cilin ai tenton që ta fshehë gjendjen faktike në Kosovë, ku ekonomia është në krizë e qytetarët sfidohen muaj pas muaj për ta përballuar koston e jetesës. 325.9 euro, 500 euro, 60 euro, 90 euro, 150 euro, 60 euro, 20 euro, 170 euro. Buk dhe cirk është shprehja që ka përshkruar pushtetet në perandorinë romake që përmes grurit falas, shtesave dhe spektaklit me gladiator ruanin fuqinë udhëheqëse. Në këtë mënyrë, në mes të krizave, ata blinin qetësinë qytetare duke shmangur përgjegjësinë, debatet serioze dhe reformat e thella që siguronin zgjidhje afatgjate të problemeve. Kështu ngjan pak a shumë edhe përpjekja e Albin Kurtit për ta mbajtur pushtetin. Në mes të një krize të rritjes së çmimeve në produkte bazë e faturat të rrymës, të një deficiti tregtar në ngjitje ku miliarda shkojnë në import, një krize energjetike me reduktime që po sakaton bizneset dhe jetën e përditshme, një drejtësi të sulmuar, arsim të harruar, shëndetësi të sëmurë dhe fuqi punëtore që largohen nga vendi, Kurti ka zgjedhur të bëjë show me euro, që nuk janë asgjë tjetër pos një qetësues I dhimbjes, por jo shërues I sëmundjes. Ky spektakël politik I Kurtit ka një synim: largimin e vëmendjes nga problemet të mëdha ekonomike dhe fushat e tjera, si dhe bileta për të siguruar edhe një mandat qeverisës. Duke e trajtuar buxhetin si të ishte një farë kasaforte personale, fjalitë e tij ndërtohen me euro, e jo me politika që rregullojnë problemet e vërteta dhe strukturore të qytetarëve. Shtesat nuk janë një infuzion për ekonominë që rrit prodhimin, siguron pavarësi energjetike apo eliminon reduktimet dhe as nuk garantojnë se shteti siguron gjithmonë barnat esenciale. Janë thjesht një tregtim faturash. Ato që ti jep, ti merr pastaj me shtrenjtim enorm të kostos së jetesës në faturat e rrymës e në produktet bazë. Këto shifra janë një prezantim abstrakt që shmangin realitetin për të cilat Kurti nuk ofron asnjë argument ekonomik, ligjor ose strategjik që t'i mbështes. Nuk ka diskutim për rastishmërinë e tyre, nuk ka analizë për efektin që do të kenë në jetën e qytetarëve ose në zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë. Ai nuk ka guximin që të sfidohet për vlerën reale dhe afatgjatë të këtyre shifrave. Ai thjesht u afron qytetarëve një tubim spektakular ku eurot hidhen në ajër si në dasma. Këto performanca me numra që s'kan kuptim I gjejmë si replika edhe të liderët tjerë autoritarë. 769, 700, listen properly, 769,820. Në të vërtetë, Kosova është në një gjendje të vështirë ekonomike që ka ardhur pikërisht nga injorimi I problemeve strukturore dhe performimi I zgjidhjeve të përkohshme e populiste. Deficiti tregtar afër 6 miliardë euro. Çmimet e energjisë janë rritur 30% dhe paralajmërimet për një rritje tjetër në vitin 2026. Çmimet e konsumit që kanë shënuar rritje prej 5.4%, importi I energjisë prej 1 miliard euro dhe mbi 140.000 qytetarë të larguar nga vendi janë shfaqja e hidhur që po përjeton Kosova. Eurot në përfjalimet e Albin Kurtit nuk e rregullojnë këtë gjendje, nuk e rrisin prodhimin, nuk e ulin varësinë nga importi dhe nuk ndalin largimin e trinjve nga Kosova. Ky është një buk dhe cirk modern, spektakël me tubime, para dhe premtime, ndërsa problemet thelbësore e thellojnë krizën.